Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Felix Hodaj është emëruar shef i ri i Komisariatit të Policisë Vlorë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka zyrtarizuar një valë të gjerë lëvizjesh në strukturat të policisë në të gjithë vendin. Kështu, në kuadër të këtyre ndryshimeve, është zyrtarizuar plot 65 lëvizje në komisariate të ndryshme. Felix Hodaj është shefi i ri i Komisariatit të Vlorës. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hitaj ka njoftuar dhe zyrtarizuar ndryshime në të gjitha komisariatet e vendit, teksa janë plot 65 shefa komisariatës të cilat lëvizin. Elvis Peza, që ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit të Vlorës, tashmë transferohet në Mirdit, ndërsa vendin e tij e zë Felix Hodaj, i cili deri më sot ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit numër 4 në kryeqytet. Por duket se këto lëvizje në policinë e shtetit nuk do të jenë të vetme, teksa sipas informacioneve të siguruara pritet të ketë edhe ndryshime të tjera në të gjitha strukturat e drejtorive të policive vendore në të gjithë vendin. Felix Hodaj emërohet shef i ri i Komisariatit të Policisë së Vlorës. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit zyrtarizoi një valë të gjerë lëvizjesh në strukturat e policisë në të gjithë vendin, duke prekur edhe Komisariatin e Policisë së Vlorës. Në kuadër të këtyre ndryshimeve janë zyrtarizuar plot 65 lëvizje në komisariate të ndryshme, ndërsa burime pranë Policisë së Shtetit bëjnë me dije se ky proces pritet të vijojë edhe në ditët e ardhshme me emërime dhe transferime të tjera. Si pjesë e këtyre ndryshimeve, Elvis Peza, i cili deri më tani mbante detyrën e shefit të Komisariatit të Policisë së Vlorës, është transferuar në Komisariatin e Mirditës, ku do të ushtrojë të njëjtin funksion. Në vend të tij është emëruar Felix Hodaj, i cili deri më tani ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit numër 4 në Tiranë. Emërimi i tij në krye të Komisariatit të Vlorës vjen në një moment kur strukturat e policisë në qark po kalojnë një fazë riorganizimi dhe rifreskimi të drejtuesve. Kjo nuk është lëvizja e vetme që ka prekur policinë e Vlorës gjatë javëve të fundit. Vetëm pak kohë më parë u zyrtarizuar dhe emri i Edvin Dreut në krye të drejtorisë vendore të Policisë së Vlorës, duke sjellë një tjetër ndryshim të rëndësishëm në drejtimin e strukturave të rendit në qark. Me emërimin e Felix Hodajt në krye të Komisariatit të Policisë së Vlorës, drejtuesit e rinj të policisë në qark do të kenë për detyrë përballimin e sfidave të sezonit turistik, forcimin e sigurisë publike dhe ruajtjen e efektivitetit në luftën kundër kriminalitetit. Megjithatë, sipas burimeve policore, ndryshimet nuk pritet të ndalen këtu. Drejtoritë vendore dhe struktura të tjera të Policisë së Shtetit mund të preken nga lëvizje të reja në kuadër të riorganizimit të përgjithshëm të institucionit. Granata me ndryshk dhe armë të mbuluara me rroba janë konstatuar në anën e rrugës në plazhin e vjetër. Ka qenë një qytetare e cila ka parë armët dhe granatat në anë të rrugës, të cilat ndodhen në një prej akseve rrugore më të frekuentuara në qytet. Është lajmëruar policia e Vlorës, e cila pas vendosjes së perimetrit të sigurisë po kryen veprimet hetimore për ngjarjen. Disa granata me ndryshk dhe 2 armë të mbuluara me rroba janë konstatuar në anë të rrugës së plazhit të vjetër në zonën që shkon në drejtim të Zvërnecit, tek vendi i quajtur Kanali Motorit. Një qytetare ka parë armët dhe granatat anës rrugës, të cilat ndodhen në një prej akseve rrugore më të frekuentuara në qytet dhe kanë dalë në pjesën anësore të rrugës. Elisabeta Sheha ishte qytetarja e cila ka zbuluar armët në shesh. Ajo tregon se ka qenë duke kaluar kur ka shkelur njërin prej tyre. Fatmirësisht ajo nuk ka shpërthyer. Sheha i thot se i ka gjetur në pjesën anësore të rrugës. Fillimisht tregon se nuk ka ditur se çfarë ishin ato, pikërisht në momentet e para, por më pas kur e ka kuptuar, nuk ka ditur si të veprojë. Po kaloja rrugën via nga puna, kalova rrugën dhe pas një kallash të mbledh me ashtu. Të mbledhë me një peshqir dhe pak dhe mora e oda të kanali, thash unë se mos dhe të këtina gjade. Po që nuk dita, për dhe për vetën time nuk dita, se këto janë gjëra të papara. Po tjetër, çfarë gjeta? Gjeta dhe 3 bomba, po. Ato bombat më vajtë testuri, po. Po kaloj rastësisht në mes të rrugës, po? Rastisht, pastaj djalit atje, i thashun ke qenena, i thashun janë sa gjëra aty, i thashte, edhe i thash janë sa bombë, më të thash. Ju i spostova pak më shumë. Edhe unë i spostova poshtë. Edhe mund të jetë edhe frikë edhe kur kaloja, tash që kaloj e kam të përditshme këtu.
Tashti një gjë që e bëra shumë gabim. Mendoj se granatat dhe armët kanë dalë aty pas pastrimit të kanalit të motorit, ndërkohë që është lajmëruar policia Vlorës, e cila krahas vendosjes së perimetrit të sigurisë, po kryen dhe të gjitha veprimet hetimore për këtë ngjarje. Pas miratimit të ligjit për amnistin penale në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale të Vlorës, 13 persona rezultojnë përfitues në shkallë të ndryshme nga kjo masë lehtësuese, e cila ka nisur të zbatohet në institucionet e vuajtjes së dënimit në të gjithë vendin. Pas vendimit të miratuar nga parlamenti një ditë më parë lidhur me amnistin, 13 persona pritet të transferohen nga paraburgimi i Vlorës. Ndërkohë që sipas amnistisë dhe përllogaritjeve, 4 persona të dënuar do të lirohen menjëherë, ndërsa 7 persona të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Ndërkohë që sipas informacioneve, 2 të dënuar nuk përfitojnë asnjë nga kjo amnisti për shkak se janë precedent të prokurorisë së posaçme të Spakut. Pas miratimit të ligjit për amnistin penale, 13 persona në paraburgimin e Vlorës rezultojnë përfitues në shkallë të ndryshme nga kjo masë lehtësuese, e cila ka nisur të zbatohet në institucionet e vuajtjes së dënimit në të gjithë vendin. Sipas informacioneve zyrtare, nga 13 personat me vendim të formës së prerë që ndodhen aktualisht në institucionin e paraburgimit të Vlorës e që pritet të transferohen drejt institucioneve të tjera të vuajtjes së dënimit, 4 prej tyre përfitojnë lirim të menjëhershëm sipas së amnistisë miratuar nga Kuvendi. Ndërkohë 7 persona të tjerë përfitojnë ulje të dënimit, por nuk plotësojnë kushtet ligjore për të liruar në këtë fazë. Ata do të vijojnë të vuajnë pjesën e mbetur të dënimit të reduktuar sipas përcaktimeve të ligjit. Nga ana tjetër, 2 persona nuk përfitojnë nga amnistia penale pasi janë subjekti procedimeve të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, në kategorinë e përjashtuar nga përfitimet e kësaj mase. Autoritetet e sistemit po vijojnë procedurat administrative dhe ato ligjore për zbatimin e plot të vendimeve që burojnë nga ligji i amnistisë, ndërsa pritet që në ditët në vijim të ketë përditësime dhe për raste të tjera që mund të përfitojnë nga kjo nismë. 1056 nxënës të klasave të nënta të zyrës vendore të Bashkisë Vlorë-Himar kanë zhvilluar këtë të premte testin e parë në gjuhën shqipe, duke zyrtarizuar sezonin e provimeve kombëtare në arsimin bazë. 1056 nxënës të klasave të nënta të zyrës vendore të Bashkisë Vlorë-Himar kanë zhvilluar këtë të premte provimin e parë të provimeve kombëtare të arsimit bazë, duke nisur kështu zyrtarisht sezonin e testimeve kombëtare. Provimi i gjuhës shqipe është zhvilluar nga ora 10 deri në orën 12:30, ndërsa nxënësit janë paraqitur në shkollat përkatëse që në orën 8:30 sipas udhëzimeve të përcaktuara nga autoritetet arsimore. Në këtë provim, 1056 nxënësit janë shpërndarë në 15 qendra provimi, ku procesi i administrimit është drejtuar nga 15 përgjegjës administrimi PAP. Në total janë 96 administrator provimi, të cilët kanë garantuar zhvillimin e tij me korrektësi. Provimet përbëjnë një moment të rëndësishëm për mini maturantët, pasi shënojnë për mbylljen e arsimit bazë dhe hapin rrugën drejt vijimit të studimeve në arsimin e mesëm. Sipas kalendarit të testimeve, më 22 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare. Më 25 qershor do të mbahet provimi i matematikës, ndërsa më 30 qershor nxënësit do të testohen në lëndën e gjuhës së huaj. Autoritetet arsimore kanë bërë të ditur se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit dhe garantimin e kushteve të barabarta për të gjithë nxënësit. Një automjet tip Smart është përfshirë nga flakët dhe është krumbuar plotësisht në fshatin Dukat. Ngjarja ka shkaktuar alarm te banorët e zonës, ndërsa rrethanat e saj mbeten ende të paqarta. Një automjet tip Smart është përfshirë nga flakët dhe është shkrumbuar plotësisht në fshatin Dukat. Ngjarja ka shkaktuar alarm të banorët e zonës, ndërsa rrethanat e saj mbeten ende të paqarta. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se automjeti ka qenë në lëvizje në momentin kur është përfshirë nga zjarri. Brenda pak minutash flakët kanë përfshirë të gjithë mjetin, duke e djegur plotësisht. Deri më tani nuk ka të dhëna zyrtare nëse ka persona të lënduar si pasojë e incidentit. Megjithatë, pas njoftimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe izolimin e zonës për të shmangur rrezikun e përhapjes së zjarrit. Ndërkohë autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse zjarri është shkaktuar nga një defekt teknik apo nga faktorë të tjerë. Pritet që ekspertët të kryejnë verifikimet e nevojshme për të erdhur dritë mbi rrethanat e plota të këtij incidenti.
Me ujëra të kristalta, qytetet historike të mbrojtura nga UNESCO dhe kuzhinën tradicionale, Shqipëria po konsiderohet gjithnjë më shumë një nga destinacionet më tërheqëse turistike në Europë. Sipas mediave gjermane, vendi mbetet një sekret i ruajtur mirë për shumë turistë europian, megjithëse populariteti i tij po rritet me ritme të shpejta. Sipas mediave gjermane, vendi mbetet ende një sekret i ruajtur mirë për shumë turistë europian, megjithëse populariteti i tij po rritet me ritme të shpejta. Nga Ksamili në Karaburun, Bregdeti shqiptar më gjeps vizitorët. Riviera shqiptare krahasohet shpesh me Greqinë, falxhireve të qeta, ujrave të kthjellta dhe restoranteve të vogla Buzdetit. Në qendër të vëmendjes qëndron Ksamili, i njohur për plazhet me rërë të bardhë, detin e cekët ngjyrë bruz dhe ishujt e vegjël, që mund të arrihen me varg brenda pak minutash. Më në veri, Himara ofron një atmosferë më të qetë dhe më pak të frekuentuar, ndërsa Gadishulli i Karaburunit tërheq vizitorët me natyrën e egër, xhiret shkëmbore dhe peizazhet e paprekura. Sipas mediave gjermane, duket se turizmi është në rritje, por Shqipëria ruan autenticitetin. Shenjat e bumit turistik janë të dukshme. Në vitin 2025, Shqipëria priti rreth 12.47 milion vizitor, një shifër e jashtëzakonshme për një vend me sipërfaqe relativisht të vogël. Megjithatë, larg zonave më të frekuentuara, vendi vazhdon të ruaj karakterin e tij autentik. Kuzhina tradicionale mbetet një tjetër pikë e fortë. Tava e kosit e konsideruar pjatë kombëtare dhe byreku tradicional me djath ose spinaq përmenden si përvoja që nuk duhen humbur nga turistët e huaj. Shqipëria pritet të tërheqë gjithnjë më shumë turistë në vitet e ardhshme, fal lidhjeve të reja ajrore dhe promovimit në rritje të rivierës shqiptare. Një vend ku vizitorët që zgjedhin ta eksplorojnë mund të përjetojnë ende një Shqipëri autentike larg turizmit masiv. Në sheshin Adem Jashari, mbrëmjen e së enjtes është çelur ekspozita Një mbrëmje arti për artistët e vegjël. Në sheshin Adem Jashari, mbrëmjen e të enjtes u çel ekspozita Një mbrëmje arti për artistët e vegjël. Një ekspozit ku shpalosën punimet në piktur të fëmijëve të grupmoshës 10-15 vjeç, e organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë dhe Smart Capital, gjithashtu me pjesëmarrjen e studiove Mia Art dhe Bruna Aliaj Art Gallery. Jonida Mehmetaj, drejtuese e galerisë Mia Art, thotë se në këtë ekspozit u angazhuan 16 artistë të vegjël, të cilët kryen punime si profesionistë të vërtet. Mehmetaj tregon se qëllimi i këtij aktiviteti është të afrojë fëmijët drejt rrugës së artit. Sot jemi të pranishëm këtu në një ekspozitë fantastike të fëmijëve. Ekspozitë e cila duken sigurisht krijuar nga profesionistët. Pra janë piktura të një lloji tjetër niveli, nuk duken si artistë Pra vegjël. duhet të mahnitemi me fëmijët, me talentin e tyre, krijimtarinë, pasionin, mënyrën se si e hedhin, pra magjinë e tyre se si e hedhin bojën e telajo, pra është vërtet fantastike dhe i shikoni edhe vetë që fëmijët janë shumë të talentuar. Ky aktivitet kërkon që të sjellë një mbrëmje të magjishme ku prindrit edhe fëmijët të jenë të emocionuar, të ndjejnë artin dhe të ndjejnë punën që ata bëjnë. Arti na jep jetë, gjithmonë arti është pasion, edhe patjetër që të gjithë duhet të fokusohen dhe të orientohen drejt artit, por më tepër fëmijët. Me Art Galeri janë 16 fëmijë, janë diku secili prej fëmijëve mund të ketë 3-4 ndoshta edhe 5 piktura, por ndërkohë ka dhe galeri të tjera që kanë sjell piktura. Është një konkurs, do të jepen 3 çmime dhe ndërkohë organizatorët, të cilët i falenderoj, Smart Capital, i falenderoj për organizimin dhe financimin, do t'u japin nga një dhuratë të gjithë fëmijëve të pranishëm. Gjeksila Ahmataj dhe Leonard Porajshi, mbështetës të këtij aktiviteti, thonë se idea për realizimin e kësaj ekspozite lindi duke parë se fëmijët e klientëve të agjencisë pikturonin bukur e ndaj u dhanë një mbështetje për këtë të fundit. Sipas tyre, zhvillimi i qytetit pasqyrohet edhe nëpërmjet zhvillimit të kulturës dhe artit në të. Ky është një aktivitet i sponsorizuar nga agjencia Smart Capital në bashkëpunim me 3 biznese të tjera. Ne si agjenci në misionin ton besojmë se zhvillimi i një qyteti nuk reflektohet vetëm me ndërtimet e reja të vazhdueshme. Zhvillimi i një qyteti pasqyrohet edhe me zhvillimin kulturor dhe zhvillimin e artit. Kjo është nga arsyet që jemi shumë krenar sot për të qenë pjesë, veçanërisht pjesë iniciatore dhe organizatore e këtij aktiviteti. Ka qenë një bisedë që ka marrë spunto nga ambientet e zyrave tona, ku familjar, prindër të cilët blenin pronë, flisnin dhe për le të themi fëmijët e tyre, për jetën e tyre kulturore dhe angazhimet e tyre brenda qytetit. Pra, një kombinim i jetës sociale të mirëfillt brenda qytetit.
Duke qenë se disa prej tyre kishin fëmijë të angazhuar dhe që e kishin këtë talent jo shumë të ekspozuar, dhe në fund ditës arti i pa ekspozuar nuk është art, e nisëm nga këtu, nga kaq thjesht, nga një mendim kaq i thjesht, nga një bashkëbisedim i ngrohtë në ambientet e zyrave tona me klientë tanë të brendshëm. Në filozofinë tonë si agjenci, ky nuk është i pari aktivitet që ne sponsorizojmë, apo që përpiqemi t'i japim zë dhe vëmendje. Jetesa është e kombinuar edhe me pjesën sociale dhe ndërveprimin social. Ne nuk jo vetëm punojmë, po dhe jetojmë në këtë qytet dhe duam që jeta këtu të jetë e larmishme dhe pasur. Kemi aktivitete të mparshme të cilat i kemi reklamuar vetëm brenda rrjeteve tona sociale, që janë lidhur me financim për fëmijët që kanë qenë pjesë e familjeve në vështirësi ekonomike, ka pasur dhe financime për aktivitete që janë lidhur me gra që i përkasin shtresave më vulnerabël. Qasja jonë është e tillë, sikurse ju thash, është një qasje e kombinuar midis punës dhe jetesës në këtë komunitet, duke ndihmuar kauza të cilat bëjnë sens shoqëror, bëjnë sens social. Profesioni jonë na lidh me shumë njerëz dhe të mirat që na ka sjell ky popull i qytetit të Vlorës, ose më mirë qytetarët e Vlorës, ne mundohemi që të jemi në shërbim të tyre, po edhe t'i ndihmojmë ata për të rritur. Dhe këtu janë fëmijët e tyre, duke u dhënë një mundësi të mirë që të spikaten në profesionin e bukur të artit. Ndihma jonë është ajo që ne i ekspozojmë në prani të shumë qytetarëve dhe si sponsor që jemi do blejmë edhe pikturat e tyre që i këshilloj edhe qytetarët të tjerë të japin një ndihmë fëmijëve për të rritur. Arti për ne është një shprehi e çdo personi. Çdo njeri duhet i lirë që për të shprehur mendimin e lirë, si në gazetë, si në jetën e përditshme. Ka shumë nga ata që duhet ta shprehin me art. Dhe mundësinë që ju japim ne ta shprehin me art. Në fund të aktivitetit pati gjithashtu ndarje çmimesh për 3 prej pikturave të vlerësuara nga juria si më të mirat, gjithashtu për të gjithë pjesëmarrësit u shpërndan edhe dhurata.